ka qenë 11 shtator, më duket, mua më plasin ujërat. Edhe në atë moment nisemi për në spital, ka qenë natë shumë vonë, ora 11-12, bashkë me Kledin dhe mamin tim. Ata ishte shumë të qetë, më ullën. Këtu pastaj është një tjetër protokoll austriak që ne nuk e kemi parasysh, po më ullën një tavolinë, më thanë, do të shkosh në shtëpi apo do të rish sot në spital? I thash, unë po ndjej dhimbje, si të shkoj në shtëpi, do vi prapë pas ore. Okej, ullu, ndërkohë në gjermanisht nuk di, edhe E bëhet më anktioze besoj ai moment. po, Kleti përkthe ç'a thot. Po. Edhe i dhan Kletit një menu. E thash, çfarë është kjo menuja? Më thanë çfarë do të hash, mëngjesin, me drekën dhe darkën. I thash, nuk ti mendon që më shkon mendja tani unë të përgjigjem me këtë pyetje? Jo, po duhet, vendos këtë, ja kam fut pa kot, por më thanë do shtrohesh sot këtu dhe do shohim se do shkoj. Dhe nga ai moment kaluan 26 orë.